Si mund të postoni ato testimonial apo ato rezultatet e studentëve apo klientëve tuaj pa i bërë thjesht me screenshot sepse është boring e mërzitshme, nuk do të shikoj njëri. Kjo është një pyetje me anë të serisë që un kam nisur, 60 sekonda përgjigje, kur secili nga ju mund të më pyesi çfarë të doni në lidhje me biznesin, marketingun, strategjitë e shitjes. Mjafton të jetë një pyetje specifike që un mund t'i kthej përgjigje me 1 minutë, un do e bëj për ju. Shumë mentorë dhe biznesmen thjesht postojnë screenshote në komente ose feedback të studentëve dhe kjo shpesh nuk bën ndjekse të lidhen me historinë. Një mënyrë më e besueshme për ju dhe më e fuqishme është të ktheni feedbacku në storytelling, pa tregoni historinë, si ishte sfida e tyre, si ishte rrugtimi i tyre, çfarë rezultatesh ndodhi dhe çfarë vështirësish ata i kthyen në gjëra pozitive. Kur juve tregoni një testimon, jo vetëm ju mund të tregoni historinë, por dhe mund të krijoni klipe të shkurtra, fragmente që mund të shkroni me mbrapa skena të videove, nëse është klienti mbas ishte i mërzitur në fillim tani po qesh, apo ishte më i shëndosh tani dobësua nga detoksi, apo kishte rezultate jo shumë të mira tani ka më shumë shitje. Pra, duke treguar historinë e tyre, duke treguar problemin e tyre dhe çfarë ju bët konkretisht me hapat e dura se si ju i transformuat këtë klient, atëre ka përqyrë një testimonial më i fortë dhe keni përpatur më shumë rezultate. Dhe kurse më rezultate, pra njerëz që thonë që hey, un jam në njëjtin vështirësi, un kam njëjtin problem dhe un do ta kontaktoj pikërisht Marsilën sepse di se si ajo do më zgjidhi problemin që un kam.